Votimi elektronik, numërim elektronik besoj do ishte dhe s'kemi një rezultat konkret që të përmirësoj standardeve dhe demokracisë në Shqipëri. Leonard, shkurtimisht. Kodin e tha Shemsiu, unë po them dhe reformën territoriale. Është një këmban alarmit se cilës Partia Demokratike ose opozita në tërësinë e vet duhet të investohet në mënyrë të fuqishme, pasi nuk mundet, domethënë që gjysma e Shqipërisë nga shkumbini e poshtë të ketë 3/4 e bashkive dhe nga shkumbini e lartë pastaj të ketë vetëm 1/3, domethënë dhe është një ndarje për mos me thonë bullizuese, por nuk i përket duket sikur Shqipëria e Veriut nuk ka lidhje me Shqipërinë e Jugut ose Anasjellta. E qartë, okej. Valteri, 2 fjali të fundit për ndryshimet e kodit? Atëherë, të duhet e ke mbyllur për sot para kohë. Po. Një fjali. Jemi në 2025 dhe kemi akoma numërim votash me komisioner. Po. Do të thënë, Partia Demokratike e bllokoi në disa për shembull në Kamës, në vuri vetëm për ta hequr atë. Po, rastin që e përmendë. Duhet diçka. Duhet votim dhe numërim elektronik. E para. Personalisht. E dyta. I qëndroj, po. Sot në zgjedhje duhet shkohet me programe, me ide dhe në fund të ditës mos rrim 10 ditë, 15 ditë pa folur me njëri tjetrin. Shikoj me inat Haliti Aulonin dhe Auloni Halitin, griu me Shemsiun, po i marr me Shemsiun ose me këtë tjetër për çfarë për disa vota. Mos të ngeli hatin e Leonardit. Jo, që edhe me Leonardin do gritet. E kam armik politik Leonardin, do ta ashtu. Okej. Po sa të tensionojmë darkën sot. Halit, kemi asgjë. Ideja ashtu që armik politik nuk më ke, po nuk e thash për ty, më ti edhe kur s'flet me ty e ke Leonardin, jo me ty. Leonardin. Jeni miq shumë të mirë pas. Thash e kam Leonardin, jo Shemsiun. A përmende emrin ti? Jo. Po dhe po e përmende, thash rri. Një herë mirë duhet kemi votim dhe numërim elektronik. Shumë dakord. Kurse për mu duhet ndryshu sistemi elektoral. Duhet kaloj në mazhoritar edhe Florianit ta ditë jetë kokë më kokë me kundërshtarin tjetër. Duhet dali listë e gjumashve. Pra është një listë gjumashve që flenë gjumë. Floriani ka 9 ditë pa gjumë, po ke ata që kanë fletë gjumë, që në qësë është e vërtet që dali në orën 1. Tjetë kokë më kokë. Ka kundërshtarin tjetër kokë më kokë. Pra, do më thonë, unë kam kundërshtarin tjetër, të bëhet mazhoritari pas. Po pra, po, se ishte dhe liste, jo gjysëm ashtu, jo gjysëm shu. Se ky, as proporcional, ky sistem nuk është, as mazhoritar nuk është. Jo liste byrur, liste... Auloni ka punuar e vërtet, sepse Auloni ka punuar... Po unë jam për sistem mazhoritar, hapur partit nxjerrin kandidatët, kush bën vrapin i pari, dali i pari në finish. Po pra, si Auloni, edhe shumë të tjerë, Zoti Karanja, kanë punuar fort në fushat, por votat i kanë të tjerët që kanë detur Venehia, ke një ndryshim të vullnetit të njerëzve. Një deformim që bëhet në vullnetin e votës shqiptarëve me këto listat e mbylluara. Okej, mirë, të lutem me Krishtikun, me fjali telegrafike, sepse regjia e kupton. Tani të gjitha këto që themi ne janë domosdoshme për të bërë, ndryshimi i kodit, ndryshimi i sistemit, por të gjitha këto bëhen me 84 vota, me një shumicë të cilësuar, të cilat aktualisht i ka vetëm një parti. Pra, që do të thotë të gjitha këto ide tona, qoftë partive të reja, qoftë njerëzve të pavarur, qoftë të opozitës, do duhet që të bindin Ramën, që Rama të bëj disa ndryshime që janë më të këqija për partinë e tij. Do i bëj këto, apo vetë Rama në prag të zgjedhjeve do bëj disa ndryshime që ta favorizojnë dhe më shumë partinë e tij. Po ka ndryshime më lartë në sekatë. Vetëm një sekond. Sistemi mazhoritar dhe proporcional kombëtar, të dyja i nxjerrin jashtë parlamentit partitë e reja, të cilat nuk kapin 5 apo 7% kur duhet hynë. Pra, si në Kosovë, si në Gjermani, si në çdo vend të Evropës. Nëse bën proporcional kombëtar dhe do kishte një prag 5 apo 7%, asnjë nga partitë e reja sot nuk do të ishte në parlament. Edhe me sistemin mazhoritar, nëse ka përplasje kokë më kokë me kandidat, nuk futet asnjë nga partitë e reja. Dhe sistemi proporcional rajonal është më i favorshëm sot. Okej, faleminderit Krishtik Spahiu që ishe me ne sonte në